që nuk është dhënë koha e mjaftueshme në parlament. Do të kem në këtë çast në një komunikim të drejt për drejt ish kandidatin për deputet të Partisë Demokratike, zotin Ilir Ali Mehmeti, cilin e përshëndes. Dhe Ali Mehmeti, përshëndetje, kënaqësi t'ju kem. Faleminderit për ftesën. Po ndalem tek protesta së pari, duke qenë se jemi ende në nisje të saj. Në këndvështrimin tuaj, çfarë pritet të ndryshojë pas kësaj proteste të parë, edhe ndoshta vijimësia e saj do të jetë afatgjata, apo është si një reagim, po themi, diçka e momentit? Po, faleminderit për pyetjen. Në fakt jam kurioz njëjtë si ju, sepse nuk kam njohuri se si do zhvillohet me saktësi, pra nuk është se Këshilli Kombëtar është mbledhur për të diskutuar me të dhe si rrjedhoj do mbetet kjo për tu parë. Thjesht çfarë informacioni ka rrjedh përmes mediave, pra që do të thotë një sistematicitet duket një herë në javë, bashkë me një folje të deputetëve dhe të njerëzve përpara në bulevard, siç ju nxorët edhe pamjet aty nga bulevardit. Kjo është ajo çka dim. Pra çfarë do ndodhë, do të mbesim për ta parë shumë shpejt për një orë. Ndërkohë, në këndvështrimin tuaj, për çfarë duhet sot, po themi, unë e di që sigurisht duke qenë në krahun e opozitës apo kundër pra qeverisë, do listoni një sër arsyesh, por cila është më emergjente, arsyeja më, po themi, shumë problematike që qytetarët shqiptar, patjetër përfshirë edhe aspektin e opozitës, duhet të protestojë sot? Po mendoj që protestat duhet kishin qenë më përpara, duhet kishin qenë më energjike dhe dinamike, sepse ka pas mjaftueshëm kauza opozita, Partia Demokratike për dalë, pra që nga diskutimi për zgjedhjet e 11 majit, pra në qendrimin e mbajtur në drejtim, koherent me raportin e OSBE-Odirit, kështu që ishte shumë i qartë se raporti si parapraku, si përfundimtari foli qartë për një parti shtet dhe për një gartë pa barabartë. Kjo ishte kauzë mjaftueshëm e madhe, kjo është mbrojtja e demokracisë drejt për drejt. Nga krau tjetër më pas ju e dini situatën që u krijua mas marrjes të pandehur të zëvendëskuar ministres zonja Balluku, pra një akuzë zyrtare, për cilën ajo vazhdon detyrën themi drejtën pas një lloj mase sigurie në këtë drejtim. Kjo lë shumë diskutim nga gjitha palët, po patjetër skandal më të madh zyrtar tashmë të pandehur dhe në hetim direkt nga spaku të saj, që shkrau i dytë është personi i dytë mbas Edi Ramës, jemi shumë qartë, dhe është zëvendës kryeministre e dytë, e cila po akuzohet nga spaku, pra kemi një narrativ dhe një tjetër që është e pandehur sot për sot. Është shumë i qartë në sytë të gjithëve dhe kauza dhe çështja e korrupsionit. Shqipëri korrupsionit, kujtoj, është në mendimin tim dhe si e mendon shumë njerëz, korrupsioni është shkaku i gjithë gjërave që ndodhin në Shqipëri. Pastaj keqeverisja vjen pasojë e korrupsionit. Sepse duket se vizioni për të marrë qeverinë, për të marrë pushtetin, duket se është pikërisht kjo, pra zhvatja e parave publike, përfitimi për shkak të pozicionit e me radhë. E nga ky aspekt, patjetër kauzë më të madhe vështirë që mund kishte aktuale, po flasim, se kauza ka disa. Megjithatë edhe për këtë rast është dash që të veprohet më përpara, në mënyrë patjetër më energjike. Unë mendoj që nuk mund të jetë protesta thjesht fjalime. Shumë e rëndësishme që aksioni të jetë i vazhdueshëm, por aksioni të jetë i drejtuar ashtu siç duhet, që do të thotë, nëse janë deputetë që do të bëjnë këtë gjë sepse e kërkuan për shkak se nuk u jepet fjalë në parlament, është një çështje. Por nuk është kauza më e fortë. Kauza më e fortë është patjetër zgjedhjet, që qëndroi siç qëndroi situata dhe absolutisht korrupsioni i bërë nga qeveria në çdo hall të saj, që nga niveli më i lartë tek niveli më i ulët. E këtë aspekt patjetër nuk mund të qëndrohet dot as duar kyç, nuk mund të qëndrohet dot as me diskutime dhe fjalime, por ka metoda tjera dhe duhet shkohet në metoda shumë domethënëse. Që fillon nëse nis nga deputetët, patjetër deputetët kanë mundësira të ndryshme që brenda në parlament, për këtë arsye janë thirrur, pra dhe janë votuar kuptimin që janë zgjedhur, se votuar shumica dërmuese të tyre nuk janë votuar në mënyrë drejt për drejt, por që kryejnë detyrën e deputetët, kanë mundësitë e tyre brenda parlamentit në forma të protestës nga më të ndryshmet. Është spektër i gjerë diskutimesh, nuk është pra thjesht vetëm çështje fjalimi. Por që protestat duhet të ishin bërë, duhet të ishin bërë shumë shpejt
do t'jene bërë shumë energjike dhe unë vazhdoj që ndroj kësaj pike, sepse kërkohen absolutisht nga njerëzit. Pra nëse neve nga njëri krah themi që zgjedhjet janë parë, sa nga krahu tjetër pastaj jeta parlamentare me komisionet e në radhë vazhdon në mënyrë pa trazuar, tu ka një problem në diskutim. Nëse nuk ndërhyjet me protesta të qarta, po jo detyrimisht protesta është thjesht një demonstrim force pra një numër, një klubim, një miting, një fjalim. Protestat janë të një spektër shumë të gjerë se kaq. Nëse nisi nga deputetët, nuk përjashtohet asnjë ngujimi i tyre në parlament. Ju mbani mend herë tjera ka ndodhur që disa deputet kanë hyrë në grevuje brenda parlamentit, nëse historikun e parlamentit. Mund të ishte ky opsioni për shembull? Mund të ishte ky opsioni? Ta përmendim sepse është i qartë. Ka shumë opsione, duhet ishin diskutuar, besoj janë diskutuar grup parlamentar dhe në kryesi të Partisë Demokratike. Unë nuk bëj pjesë as ke njëri as ke tjetër, kështu që nuk mund t'ju them dot se çfarë është diskutuar. Ndjes, por kështu siç po thoni ju, duket sikur nuk janë përfshirë të gjithë edhe demokratët e po themi ata që ndjen pjesë e saj për është bërë diçka vetëm nga kryetari dhe deputetët, apo po e kuptoj gabim? Po, shumë saktë, nuk ka përfshirje të tjerë. Më duket pak si pa sens apo? Është zgjedhje. Nuk e di, tash në fund fare i takon këtyre strukturave që marrin vendimet, pse ato i morën vendimet. Pa u diskutuar, unë jam mbështetës i demokracisë nga poshtë lart, nuk jam mbështetës i demokracisë nga lart poshtë. Ky është një rast klasik i demokracisë nga lart poshtë. Tash nëse funksionon, presim ta shohim, por dyshimet e mia janë që funksionon më mirë. Pra bindjet e mia, parimet e mia që funksionon gjithmonë më shumë demokracia nga poshtë lart, që do të thotë nga njerëzit çfarë kërkohet që të bëjnë përfaqësuesit e tyre. Dhe jo e kundërta. Megjithatë, këtu jemi do ta shohim patjetër. Ndërkohë, idealja, ashtu sikur që ju po thoni, ndoshta edhe në pjesën e praktikës së terrenit, jo vetëm në kryeqytet, megjithëse mund të nisi nga aty, ju argumentuat qartë në fakt që deputetët padyshim kanë mënyrën e vetë dhe hapësirën për të komunikuar. Ndërkohë, nëse kërkohet që diçka e tillë të shtrihet edhe në, po themi, në zona të tjera në gjithë Shqipërinë ose të jetë një rezistencë edhe më e madhe, mund të ishte kështu më efikase? Flas në masë edhe për demokratët, pra nuk flas vetëm për deputetët në këtë rast, megjithëse ju e shpjeguat disipër edhe për të kuptuar qytetarët që na ndjekin. Po, faleminderit për pyetjen. Jo, në radhë parë, nëse do të dëgjojmë neve njerëzit, opozitën dhe demokratët, pra sepse po e marr kështu në fund fare neve përfaqësojmë njerëz. Pastaj se cilësojnë vetën në një mënyrë ose një tjetër njerëzit është çështje i takon atyre, patjetër, po ato kanë zgjedhur disa përfaqësues. Dhe këta përfaqësues kur zgjidhen, nëse janë përfaqësues me të vërtetë të tyre, shkojnë dhe vejnë veprim ato që kërkojnë këta njerëz, të cilët ata përfaqësojnë. Nëse kjo gjë nuk ndodh në këtë rend, prishet ajo lloj kontrate sociale që ndodhet ndërmjet përfaqësuesve dhe të përfaqësuarve. Dhe në këtë aspekt këtu është dashur që për të mbledhur një shkëmbi, është dashur një provë fortë atje grupit parlamentar. Nga ky aspekt, se edhe kur themi kryesia dhe grupi parlamentar është pothuajse e njëjta gjë brenda Partisë Demokratike, kështu që është i njëjti koncept pak a shumë, pra themi njërin në kuptim të tjetër. Dhe nga ky aspekt nevojitet, kujtoj që për shkak të atësit sistemit zgjedhor aq të mbrapsht, i cili qartësisht e kemi kundërshtuar që para 2 vjetësh përpara, unë personalisht bashkë me disa kolegë tjerë, se ishte e qartë se çfarë do prodhonte, u prodhoi një sistem ku një numër i madh deputetësh de facto nuk përfaqëson. Dhe kur nuk përfaqëson një numër i madh deputetësh, shumë e vështirë që mesazhi i tyre të kalojë në njerëz. Pra, ajo që është demokracia nga lart poshtë, ky është shumë i vështirë që të kalojë si mesazh. Ose ka akte me të vërtet forta, domethënëse që ndezin një shkëmbim të fortë, ose kjo vështirë që të kthehet në një lloj orteku, siç ju përmendët, që nis nga Tirana dhe vazhdon rrethet e tjera. Është më shumë është e kundërta. Fillon orteku nga njerëzit, dhe më pas ndiqet nga përfaqësuesit e tyre. Kjo do ishte më me vlerë, po deri tani ne nuk kemi parë që fjala dhe vendimet dhe mendimet e njerëzve të opozitës apo demokratëve në fakt të jenë vënë ndeprim nga ata që kanë marrë përfaqësimin e tyre. Ndërkohë, zoti Mehmeti, pavarësisht se për shembull opinionet ndonjëherë qëndrojnë të ndara dhe mund edhe të gjykohen apo të konsiderohen, të kundërshtohen. Fakti është që Partia Demokratike në disa palë zgjedhje ka rezultuar humbëse.
Tani pyetja ime për ju është drejt për drejt, përgjegjësia i faturohet liderit, përgjegjësia i faturohet të zgjedhurve të atyre deputetëve, po them kështu, që janë zgjedhur sadoqoftë numri i tyre nga populli, nga qytetarët, apo në fund të fundit, edhe ashtu sikur se flitet ndonjëherë, edhe qytetarët kanë atë problematikën apo po themi kështu fajin e vet që nuk orientohen kundër, siç shpesh ju demokratët, po themi ose demokratët përgjithësi pa u të gëtuar juve i quani dhe regjim. Pra ku është problematika se her pas here dhe pikpyetja e madhe ngrihet edhe në drejtim të liderit, pra të organizimi që bëhet. Po, ishin disa pyetje këtu, kështu që të lutem nëse diçka rrëshket, ju lutem ma rikujtoni. Atëherë rreth parë, për sa i përket pjesës demokracisë, nëse ne do ishim demokraci funksionale, nuk do kishte pas nevojë ose Odirit, po duhet nuk kuptohet linja ndarëse ndërmjet partisë dhe shtetit. Pra, ose Odir na konsideron edhe parti shtet, që do të thotë këtu demokraci funksionale nuk është. Njëjtë Këshilli i Evropës ka sjell një rekomandim shumë të qartë dhe thotë, në zgjedhjet e ardhshme po themi, duhet të ndahet partia nga shteti. Pra, në të njëjtën linjë që thotë Odir. Pra, këtu kemi të bëjmë me një parti shtet dhe ç'është partia shtet, nuk kam se jap mësim prindërve të mi apo gjyshën e mi, se e din shumë mirë, kanë vujt 50 vjet në kurriz se çfarë është. Quaj këtu për metoda demokratike mos flasim kot sepse nuk funksionojnë. Këto nuk ndodhen në Shqipëri. Ky është realiteti, paktën me këto zgjedhje të organizuara siç organizohen nga qeveria në pushtet. Nga krahu tjetër ama, edhe përgjegjësitë në çfarëdo lloj organizate qoftë, politike apo jo politike, gjithmonë përgjegjësitë shkojnë për lart, njëjë si shkojnë për privilegjet apo jo. Pra, sa më lart aq më e madhe dhe përgjegjësia. Nëse kjo përgjegjësi pastaj duhet ndarë në organe kolegjiale, kjo në fakt nuk ka ndodhur tek ne, sepse unë i thash pak më parë, ka paktën 9 muaj që nuk mblidhet Këshilli Kombëtar. Ka më tepër kohë akoma çështja dhe mbledhja e kuvendit. Që thotë absolutisht duhet veprime dhe brenda këtij lloj sistemi, edhe pse sistemi nuk është demokratik në vetvete. Duhen veprime, pse? Sepse edhe brenda sistemit ju thatë humb, po unë ju them që jo, ka dhe zona që janë fituar, ka dhe zona që kanë hecur më mirë se sa ç'pritej. Pra, nuk bëhet një analizë vetëm e humbjes, por duhet bërë dhe një analizë e fitores. Ka njerëz që kanë fituar, kanë zona që janë fituar, apo jo. Automatikisht, në analizën e brendshme duhen marrë parasysh të dy aspektet. Pra, nëse është e vërtet njëra palë, është e vërtet e pala tjetër. Dhe ka një pari meritokracia, se meritokracia mungon këtu. Ka një pari meritokracia, kush performon më mirë ose aq sa pritej, pra kryen detyrën, don një hap përpara. Kush nuk performon aq sa pritej, apo performon më keq, don një hap mbrapa. Ky është parimi i meritokracisë. Dhe kur kjo gjë nuk ndodh, gjitha ingranazhet këtu prishen dhe dëmtohen, që do të thotë automatikisht njerëzit ftohen. Dhe nëse njerëzit ftohen, kjo është mbështetja kyçe për çdo lloj partie politike. Pra, në fund fare ditës ata shprehin vullnetin e tyre. Dhe edhe pse sistemet mund të jenë ashtu siç janë në total, pra ka një koeficient zbritës për shkakun e zgjedhjeve që nuk janë fakt zgjedhjet mirëfillt apo janë votime, jo tepër zgjedhje. Megjithatë, brenda kësaj, brenda këtij rezultati, ka dallime të qarta ndërmjet sjelljes së zgjedhësve ndaj të zgjedhurve. Në flas brenda Partisë Demokratike. Pra, mesazhet jepen qartë dhe nëse këto pastaj nuk kuantifikohen, nuk mishërohen në veprim ashtu siç duhet, pastaj këtu kemi probleme madhore, të cilat reflektohen. Dhe unë mendoj që edhe brenda këtij problemit këtu ndodhet qoftë gjithë lista zgjedhore në kuptimin që si me PS-n, si me PD-n me radhë, qoftë dhe pjesa që voton brenda PD-s. Qartë, zoti Mehmeti, në fakt tani më nuk ka zgjedhje në Tiranë, edhe unë po bëj një retro, po rikthehem pas edhe me mirëkuptimin tuaj, për shkak se sigurisht Tirana ka pasur një vëmendje të jashtëzakonshme, ka një interes të lartë për subjektet politike. Ju jeni një ndër figurat me më shumë, po themi kështu, popularitet, të pëlqyer, ndoshta brenda PD-s edhe jashtë saj, më lejoni ta them edhe personalisht si vlerësim këtë gjë. Nëse jemi përballë faktit, pra 2027, se padyshim koha ecën shpejt edhe faza përgatitore nis për procesin e zgjedhjeve lokale. Duke referuar këtu në të njëjtën pyetje edhe mungesën e prezencës tuaj për zgjedhjet e kaluara, pra ishte një mungesë dëshire, ishte një mos dakordsi dhe për zgjedhjet e ardhshme do qëndroje e njëjta, po themi kështu gatishmëri për të qenë një kandidat potencial i mundshëm për kryeqytetin? Zgjedhja kishte fjalën që thatë munguese
kam qenë i pranishëm në të dy palët e zgjedhjeve. Apo e kishit fjalën për këto zgjedhje të pjesshme që u anuluan? Zgjedhje të pjesshme, ndjes se nuk e dëgjova mirë. Për zgjedhje të pjesshme do të folë, po. Okej, se po keq kuptoja pyetjen. Jo, e kisha për zgjedhje të pjesshme dhe sigurisht për në vijim. Për 2027-ën është shumë e qartë, jo. Unë jam një person i cili e shef jetën pak më gjatë se sa thjesht një moment në kohë, që do të thotë, nëse ne duam një 2029 të suksesshme, ose kur do qofshin zgjedhjet, nëse ato bëhen parakohshme që në fakt duhet bëhen të tilla, sepse me këto skandale që ne kemi është e pamundur që ne të mendojmë që mund të ecet para. Por nëse bëhen 2029, po i qëndroj pjesës institucionale tash. Atëherë do të thotë që këto zgjedhje politike 2029 për të qenë fituese për Partinë Demokratike apo opozitën tërësi, duhet kalojmë përmes një 2027 të suksesshme. Kujtoj që janë 61 bashki, ose ai sa do bën kur mbarojë reforma territoriale, se edhe kjo është e paqartë si po bëhet, ku po bëhet e në radhë. E për të shkuar në një 2027 suksesshme, ku të kesh një numër bashkish konsiderueshme fitore, duhet absolutisht një riorganizim kokë e këmbë i Partisë Demokratike. Sepse në fund fare ditës, nëse nuk ka një riorganizim këtu, pra nëse vazhdon po një të lloj metodologjie e brendshme, vështirë që të përkthehet në rezultat të jashtëm më të mirë. Pra, këtu do jemi në këto lloj situate. Kjo na jep një përgjegjësi dhe një detyrë shumë të madhe për këtë pranverë që vjen të 2026-s, ku ju e dini mbarojnë gjitha mandatet e brendshme Partisë Demokratike dhe nga ky aspekt vendoset, po themi, e ardhmja apo leadershipi apo idetë drejtuese që do jenë për 2027-ën dhe 2029-ën. Është një vizion më i gjatë dhe shumë më i gjerë në horizont, që do të thotë absolutisht te i kalon çdo lloj angazhimi të formave tjera dhe ama mbështetja për çdo që ishte. Në këtë rast për zotin Florendina, patjetër ju dini, e imja ka qenë e plot. Kam qenë mbështetës në kreativ pa asnjë lloj ngurrimi dhe hezitimi, sepse mendoj që është pjesa e duhur e vendimarrjes, e votimit, e zgjedhjes, shkosh në figura të paprekura, të papërfolura, në figura me integritet, figura me moral plot, figura familjare, se sa nga krau kundërt, ku shohim shumë qartë që nga ana Partisë Socialiste Emrusi Përbashkët, ku është për gjithë, qofshin kandidat, qofshin ish kryetar, qofshin drejtues politike me radhë, Emrusi Përbashkët është staku. Kjo është e vërteta. Nga ky krah, patjetër ka shumë njerëz që e gjejnë veten në këtë drejtim dhe ju besoj pat shumë qartë sondazhet e Tiranës se si dolën më njëherë pa thënë drejtën, pa bërë ndonjë punë të madhe dhe pa nis akoma fushata, sepse nuk ishte shpallur dhe në fakt ashtu siç shkuan situatat edhe u anullua. Patjetër Tirana, nga Tirana do pritet ndryshimi. Tirana është kryeqyteti, mos prisni ndodhi nga rrethina. Kryeqyteti mendoni pari, kryeqyteti reflektoni pari, po patjetër kryeqyteti zgjedh dhe njerëz të cilët dëshiron të ketë drejtim ashtu siç duhet. Dhe në këtë rast jo thash është demokraci nga poshtë lart, jo demokraci nga lart poshtë, që do të thotë nuk mund të imponosh dot votuesit vullnetin që ka mund të ketë një grup i vogël njerëzish dhe të shpresoj gjithashtu që kjo gjë të jetë fituese. Duhet një marrëveshje, një kontratë sociale e gjerë përpara për ta çuar përpara projektin e Partisë Demokratike. Kjo është baza dhe nuk e di sa mund të arrij ta shpjegoj, se po mundon ta vendos në fjalë të thjeshta dhe një narrativ më të kuptueshme. Çështja është komplekse, nuk është as e lehtë, nuk është as në kuptimin për të bërë, nuk është as e lehtë në kuptimin për të kuptuar thelbësisht në çdo detaj, por është shumë e qartë që gjithçka është një proces dhe ky proces fillon, do të kishte filluar që dje, po mund të filloj sot e të vazhdoj drejt një 2029 të suksesshëm. Me këtë rend që unë ju thash, patjetër duke kaluar dhe ndryshime që mund duken të dhimbshme brenda vetes, po që janë absolutisht nevojshme, sepse pa një riorganizim të plot ne do kemi problematik. Njëjtë siç diskutojmë, se ju për këtë më thirrët për pjesën e protestës që sot, siç ne diskutojmë kauza, a qëndron, absolutisht qëndron. Për të bërë një protestë suksesshme, ama përveç kauzës duhet dhe një organizim, po duhet dhe një përfaqësim. Nëse organizimi çdon dhe përfaqësimi çdon, edhe pse kauza është e fortë dhe është e rëndësishme, mesazhi nuk shkon deri në fund. Tani ne po flasim për gjëra serioze, nuk mund t'i mungoj organizimi dhe nuk mund t'i mungoj dot përfaqësimi i kësaj situate.
hyni tek ata demokratë që e atakonin punën e SPAK-ut, punën e drejtësisë, apo e vlerësoni? E në këtë kuadër dua një koment për paraqitjen e zotit Berisha në SPAK. Jam as jurist, nuk jam as person që merret me sistemin e drejtësisë. Patjetër ka bërë diçka SPAK-u, absolutisht ka bërë. A mund të kishte bërë më shumë? Absolutisht mund të kishte bërë më shumë. A mund të kishte bërë më shpejt? Absolutisht po. Është i kujtoj që situatat qesharake, për shembull, që ne flasim, ku ne kemi kryetarin e bashkisë aktualisht në arrest në burg, për disa çështje minore fare që lidhen me çështje familjare apo një grup i shumë vogël njerëzish afër vetes për shifra qesharake, nga krau tjetër incineratori nuk ekziston dhe kjo nuk hetohet. Pra për këtë nuk përflitet ai. Por gjithashtu edhe nuk përflitet pjesa që incineratori janë hapur me VKM. Pra në fund fare përgjegjësia këtu shkon për lart, shkon drejt kryeministrisë. Ku ishte, nuk e shef SPAK-u që ka dalë këto VKM? Ose në rastin tjetër, ku nga njëri krah Erion Veliaj u arrestu me 10 shkurt dhe ju komuniku një akuzë mos gaboj me 23 korrik. Pra 6 muaj e diçka më vonë. Nga krahu tjetër, zërin Balluku e kemi të pandehur dhe me akuzë zyrtare, tashmë prej javësh, dhe vazhdon punën e qep dhe nuk ka asnjë lloj mase, qoftë as detyrim paraqitje për të siguruar që nuk largohet. Pra, këtu tash duhet na shpjegoj ky organ i drejtësisë, duhet na shpjegoj SPAK-u, duhet na shpjegoj kush është ndryshimi këtu. Pra, nëse ndosin Erion Veliaj flitet për rreth 800.000 euro abuzime, se vetëm kaq kanë fut në diskutim aty, nuk kanë fut inceneratorin, nuk kanë fut 5D, nuk kanë fut abuzimet e plota të Tiranës. Nga krau tjetër flasim për 50 milion euro, dhe këtu tash s'ka asnjë lloj mase. Qartë. Ku duhet na japë një shpjegim SPAK-u. Unë nuk jam jurist, do thash, unë jam një qytetar, por unë kuptoj shumë qartë që këtu ka një diskrepancë me një sjellje me sjelljen tjetër. Prandaj duhet një qartësi nga ana e organeve drejtësisë, që unë mendoj duhet jenë serioze në punën që bëjnë, dhe të na japin një raport vërtet dhe një shpjegim nga ky drejtim. Problemi më i madh që unë mendoj ka SPAK-u është hetimi i klimit elektoral. Klimi elektoral SPAK-u nuk e heton. Ju e keni parë që nuk e bën këtë, nuk e bën as në kohë, nuk e bën as në mënyrë që ta evitojë, nuk e bën as në mënyrë tjetër që të mos ripërsëritet. Dhe ky është problem madhor. Kujtoj që neve si vjet, mbasi mbaruan vjet 2025-s, filloi hetimi për blerje votash në 2021-shin. Tash më thon drejtën, nuk jemi shumë larg efektit. Nuk po themi që s'ka bërë asnjë punë, por ai ka bërë mjaftueshëm shpejt. E kuptova, qartë. Mirë. Abuzimin e paras publike. Përgjigjja është jo, se paraja publike vazhdon shpërdoret. Pra, pagesa për inceneratorin, sot që flasim ne vazhdon. Jam në limite. Prandaj, a mund të bënte më mirë? Absolutisht mund të bënte më mirë. Kjo s'do të thotë që s'ka bërë asnjë punë. Pra, nuk kemi as ke nihilizmi, nuk kemi as ke hynor. Okej, mirë. Zoti Lemeti, faleminderit shumë, kënaqësi të kisha në program, se jam në limite. Kënaqësi. Mirë, ne do shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi vetëm pas pak.